Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Lëngu i hithrave, sekreti që shëron çdo sëmundje, jasti ta përdorni. Hithra është e njohur edhe si urtja dionika në latinisht dhe ka një trashëgimi të pasur bimore. Hithra gjithashtu ka qenë e përdorur edhe si një diuretik në kohët mesjetare në Europë. Një filxhan çaj hithre ose ujë hithre përmban vitamina A, B, K, gjithashtu riboflavin, nicalin, folate, karbohidrate, yndyrë dhe po ashtu proteina. Ai është gjithashtu i pasur me minerale si kalcium, hekur, kalium, fosfor, mangan, zink, bakër dhe njëkohësisht magnez. Ju mund ta përgatisni lëngun e hithrës duke valuar disa gjethe hithre në ujë. Mund të shtoni një lugë mjaltë për ta ëmbëlsuar. Ja disa nga vetit ushqyese dhe medicinale të hithrës. Parandalon formimin e gurëve në veshka dhe njëkohësisht problemet e traktit urinar. Lëngu i hithrës është një diuretik natyror i cili lejon rrjedhjen e duhur të lëngjeve nga veshka dhe fshikëzat duke parandaluar kështu formimin e gurëve në veshka. Ai mund të trajtojë edhe infeksionet e traktit urinar. Lehtëson dhimbjet e gjymtyrëve dhe muskujve. Hithra ka qenë përdorur që në kohët e lashta për trajtimin e artritit. Ai ka veti anti-inflamatore dhe njëkohësisht redukton dhimbjet e muskujve gjithashtu. Kuron ekzemën dhe sëmundje të tjera të lëkurës. Për shkak të vetive antibakteriale që ka, lëngu i hithrës ndihmon në eliminimin e toksinave nga trupi dhe kuron sëmundjet dhe irritimet e lëkurës. Parandalon dhe njëkohësisht shëron alergjitë. Lëngu i hithrës mund të lehtësojë alergjitë të cilat ndodhin për shkak të ndryshimeve sezonale si kruarjet dhe të shtimën. Është një tonik mjaft i mirë për femrat. Lëngu i hithrës është i pasur me hekur dhe ndihmon në luftimin e anemisë. Femrat të cilat vuajnë nga dhimbjet e ciklit duhet që të përdorin lëng hitre për të lehtësuar këtë dhimbje. Është i mirë për tretjen. Pini lëng hitre në mënyrë që të parandaloni dispepsin, të vjellat, kolitin, parazitët dhe sëmundjet e traktit tuaj tretës. Ulë nivelin e kolesterolit. Hithra përmban beta-sitosterol. Ky përbërës gjithashtu ndihmon në thithjen e kolesterolit të keq dhe siguron një zemër të shëndetshme. Ruan strukturën e duhur të qelizave. Hithra është e pasur me flavonoide si quercetin, i cili është një antioksidant i shkëlqyer. Lëngu i hithrës gjithashtu ndihmon në mbrojtjen e ADN-s. Parandalon diabetin dhe presionin e lartë të gjakut. Lëngu i hithrës do të ulë nivelet e sheqerit në gjak dhe të glicemisë në gjak. Ai ka veti diuretike të cilat gjithashtu do të ndihmojnë në mbajtjen e presionit të gjakut në nivelet e duhura. Redukton gjithashtu gjakderdhjet e brendshme, perfekt për higjienën orale. Përdoreni lëngun e hithrës në një formë gargare dhe në këtë mënyrë ju do të pastroni gojën nga bakteret e dëmshme të cilat gjithashtu çojnë në prishjen e dhëmbëve dhe në erë të keqe të gojës. Vaji i hithrës është padyshim zgjidhja më e mirë natyrale për shumë probleme shëndetësore. Ja se si ta përgatisni atë në kushte shtëpie. Merrni 6 grushta me hithra duke ndjekur këto hapa, të cilat duhet të jenë të njoma dhe me gjithë kërcell. I vendosni në një blender elektrik duke i shtuar 2 speca djegës, 200 ml vaj ulliri dhe duke i fruluar për 2 minuta. Më pas masën e krijuar hidheni në një vazo qelçi. Mbylleni kapakun e vazos dhe më pas mbulojeni vazon me letër alumini duke e vendosur atë në një vend të errët për plot 15 ditë.
Tundeni vazon një herë në 3 ditë. Pas 15 ditësh shkollojeni vajin. Masën e përfituar përdoreni për të masazhuar skalpin tuaj të kokës. Pas 30 minutave të këtij procesi lajni flokët tuaj me shampo specifike me përmbajtje hudhre ose kolagjeni, që në aplikimin e parë të këtij vaji të përfituar nga hithra do të vini re një ndryshim të dukshëm mbi flok. Floku juaj do të bjerë shumë herë më pak. Vlerat e çajit të hithrës për trupin tuaj. Si të bëni çaj hithre duke përdorur gjethe të freskëta. Në një tenxhere të vogël ju duhet që të hidhni 1 filxhan gjethe hithre dhe 2 gota me ujë. Shtoni më shumë ujë nëse ju preferoni një çaj më të dobët. Lëreni të vlojë dhe më pas hiqeni nga zjarri. Lëreni gjethet të qëndrojnë për rreth 5 minuta. Hidheni në një sit më pas për ta shërbyer. Cilat janë përfitimet shëndetësore të çajit të hithrës? Ofron përfitime anti-inflamatore. Sipas ekspertëve, hithra ka veti anti-inflamatore të cilat mund të ndihmojnë me çrregullimet inflamatore dhe njëkohësisht me reduktimin e simptomave në kushte të tilla si ekzema, artriti dhe njëkohësisht psoriasis. Është i pasur edhe me antioksidant. Çaji i hithrës gjithashtu përmban nivele të larta të një antioksidanti të quajtur polixantobilin. Një dietë e pasur me antioksidant gjithashtu ndihmon edhe në mbrojtjen e qelizave tona nga dëmtimi dhe madje mundet që të zvogëlojë rrezikun e sëmundjeve të caktuara si sëmundjet e zemrës dhe gjithashtu disa lloje të sëmundjeve të këqija. Ndihmon në mbështetjen e shëndetit të kockave. Hithrat njëkohësisht përmbajnë një sër vitaminash dhe mineralesh të cilat do të ndihmojnë në mbështetjen e kockave të forta dhe të shëndetshme duke përfshirë kalciumin, magnezin, fosforin, zinkun dhe vitaminën K. Ato përmbajnë gjithashtu nivele të larta të borit, të cilat do të ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të shëndetshme të kalciumit në trup dhe mund të ndihmojnë në parandalimin e osteoporozës. Ka veti shëruese të lëkurës. Hithrat janë një antihistamin natyrale si edhe kanë veti antiinflamatore dhe antibakteriale që mund të ndihmojnë në trajtimin e sëmundjeve të lëkurës si puçrat dhe ekzema. Mund të ndihmojë gjithashtu edhe në dhimbjen e artritit. Një studim ka treguar se hithra zvogëlon në dhimbjen dhe paaftësinë tek ata të cilët janë të prekur nga osteoartriti. Në një studim u zbulua gjithashtu se hithra mund të zvogëlojë dhimbjen dhe njëkohësisht paaftësinë tek ata persona që vuajnë nga artriti. Ndihmon edhe në përmirësimin e niveleve të sheqerit në gjak. Është zbuluar se hithrat përmirësojnë nivelet e sheqerit në gjak duke rritur nivelin e insulinës dhe numrin e qelizave beta të pankreasit në trup, të cilat luajnë një rol jetik në homeostazën e glukozës pasi ato janë një burim kryesor i insulinës. Ndihmon për të mbajtur në nivele të shëndetshme kolesterolin. Hithrat përmbajnë një fitokimik të quajtur quercetin, i cili gjithashtu ndihmon në uljen e kolesterolit total, si edhe ka veti të cilat do të ndihmojnë në uljen e niveleve të lipideve. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona
nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!